Presidenti Donald Trump ka vendosur se për këtë çështje do të ketë një adresim të gjatë të hënën, pra nesër. Ndërkohë, derisa presim adresimin e presidentit Amerikan Donald Trump për këtë aksion që shumë ekspertë të sigurisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e quajnë si në filma dhe madje paralajmërojnë se shumë shpejt do ta kemi edhe një film të titulluar prapa si CIA e ka udhëhequr këtë aksion. Armikut pikërisht me emrin bazuar në këtë aksion, me qenë se CIA ka përcjell këtë pilot amerikan për më shumë se 24 orë, pra në çdo moment, dhe po ashtu ka bërë edhe operacione të rrejshme, sikurse zbulohet nga agent të Agjencisë Qendrore, pra amerikane të inteligjencës, për të kamufluar lëvizjet e tyre dhe për ta mashtruar në këtë rast Iranin për mënyrën se si e ka nxjerr pilotin, duke thënë se e ka nxjerr më herët se sa në fakt e ka bërë një gjë të tillë vetëm për ta larguar vëmendjen nga aty, mirë po Trump nuk është ndalur, edhe pasi në fakt e ka bërë paralajmërimin se gjatë të hënës nesër do ta ketë adresimin për këtë rast, duke e dhënë sot një paralajmërim që thotë se është i fundit ndaj Iranit dhe shkruan se e marta do të jetë dita e termocentraleve dhe dita e urave, të gjitha të përmbledhura në Iran. S'do të ketë asgjë të ngjashme. Hapeni ngushticën e mallkuar ju bastard të çmendur ose do të jetoni në ferr. Vetë shikoni, falëndërimi takon Allahut, ka shkruar Trump në Truth Social, duke bërë kështu atë që quhen paralajmërimin e fundit të shtyer për disa herë gjatë muajit mars e që pritet ta shohim të martën veprimin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjithë kjo nëse Irani nuk e hap ngushticën e Hormuzit, për çka Trump ka bërë këto paralajmërime për ditë me radhë tashmë. Po, edhe përkundër asaj se ka një aktivitet politik në botë, i cili po mundohet që të hapë të plot ngushticën e Hormuzit, i cili është një nga damarët më të rëndësishëm të furnizimit të botës me derivate, dhe kjo ka shkaktuar kriza ekonomike gjithandej botës, duke mos e lënë anash as pak as Republikën e Kosovës. Në këtë aspekt është Ministria e Industrisë, Ndërmjetësisë dhe Tregtisë, e cila të dielën ka njoftuar për përcaktimin e çmimit ditor maksimal të derivateve në Kosovë. Çmimet sipas kësaj ministrie për sot për naftë janë 1.86 euro për litër, ndërkaq për benzinë 1.49 euro për litër. Vendimi ka hyrë në fuqi nga sot. Në bazë të këtij mekanizmi, ministria do të publikojë çdo ditë, jo më vonë se ora 10, çmimin maksimal të lejuar për shitjen e derivateve në tregun vendor, i cili do të bazohet në mesatarën e importeve të përditësuara të 10 milion litrave për naftën dizel dhe 1 milion litrave për karburante tjera, thuhet mes tjerash në njoftimin e ministrisë. Pra ment, operatorët ekonomik se kanë respektuar çmimet tavan për litër nafte dhe benzinë të vendosura nga ministria. Në Prishtinë, një litër naftë është shitur të shtunën deri në 1,99 €. Te kalime janë evidentuar edhe në rajonin e Pejës të Mitrovicës, ndërkaq ministra Mimoza Kusari Lila ka paralajmëruar masa. Ekonomisti Mustaf Kadriaj na bashkohet tani në një bisedë të radhës këtu në Info Magazin për diskutuar lidhur me vendimin e fundit të Ministrisë së Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë. Faleminderit shumë, zoti Kadriaj, që jeni bashkë me ne.